Na ka bër blok Luiz Zeli. Andale dhe Anabel analizojnë, nuk adhuroj. Nga Big Brother që është tashi, personazhet që janë sa më real, unë mendoj se Hati apo Jori Delli. nuk e kuptoj çfarë po bën. Domethënë ku do dali me Dario pati një bif dhe ishte periudha që unë isha në javën e fundit të shtatzanisë. Ore, ndjeni ju që diçka nuk po shkon këto apo e kam vetëm unë këtu? Ore, sikur jeta sikur s'ka më kuptim, është bërë gjithçka kot. Ore, asgjë nuk është më si më parë, ka një energji në ajër ndryshe. E di unë arsyen. Se? Na ka bër blok Luiz Zeli. Mos ka thos po prit. Se di se na ka bër blok, se si zbulova unë këta. Unë i shkruaj, i thash jam nga Andale, dhe po të shkruaj rreth lajmeve që kanë dalë në media, do jesh pjesë e fermës VIP apo jo. Dhe tha, ç'është Andale? Ç'është Andale? S'dinte ç'është ishte Andale, po pastaj? I thash Andale është kjo. Okay, unë këtë kam bër blok, kalofshi mirë. Hajde. Seriozisht? Se? Domethënë, unë s'e kuptoj pse Luizi është ofenduar që njerëzit kanë aluduar që do jetë opinionist ose kur e plak te ferma se është roli i respektuar, nuk i kanë thënë që do jetë figurant ose velin. Patos, ai thjesht ka kuptuar që karriera e tij nuk po dhez më, likimet nuk janë si më parë, edhe Ore ka mirë thënë, kjo, po tek po janë postimi gjithë tyre dufin. Tek postimi në story e kishte përmendur dhe rrogat e gazetarëve ose të njerëzve që merr me lajme. Po lej ku ishte Luizi para 3-4 viteve? Ta them unë duke priti dali rroga. Pra, duhet pritur 15 ditëshin e fundit. Po shiko, ta marrim situatën tamam. Unë nuk e kuptoj, domethënë gjithë të mllëfin e Luizit. Ai jo e ka me vizionin, unë e di që ato kanë qenë në negociata. Pra, këto lajme nuk kanë lind nga hiçi. Thjesht nuk kanë rënë dakord për shumën e për pagesën, domethënë për parat. Po që mos biesh dakord dhe për shumën, po pse bën këto deklarata? Shiko, unë u futa pak në YouTube për të parë çfarë po bëhet së fundmi me karrierën e Luizit, sepse nuk po e shoh më si më parë. U futa një këngë që ishte para 3 muajsh 2 milion shikime, një tjetër 1 milion shikime, një tjetër kolona zanore e filmit me Kiarën 129 k. Seriozisht? Që është hedhur para 11 ditësh. Kishte kap 1 milion shin? Nuk e ka kap 1 milion shin. me sa Pra nuk është duket, më si më po. parë karriera e Luizit. Dhe me sa duket është zhndruar në një njerëz që po ti ofrosh diçka, me sa duket të sulmon direkt. Me për ofendim, Me për ofendim. Unë jam Tani zoti vetëm- gjithësishëm. Vetëm po ti thua dhe për president, valla, ndoshta nuk Shiko, pranon tani. gjithë ky fotollak mua nuk më bën nuk, domethënë kam pikpyetjet e mia se a ka dalë Luizi nga reality show, a i ndryshoi jeta nga Big Brotheri. Patos, e ka një shprehje të mençur nga Shkodra që thon mos të hyp të vetja në qef. Që ky Ty ka Shkodrani, hypur vetja në qef, Pa. Luiz dhe shife që tani. ky Shkodrani me sa duket nuk e ka zbatuar fare. Gjithsesi. Shiko, konkurrentja e tij aty edicioni Olta Kixhari është opinioniste shumë e zonja në Big Brother VIP Kosova. Pra nuk është një rol që thua ti, "A më çfarë kjo do vi unë këtu?" Pse e merr si ofendim? Dhe pse e kthente rrogat e gazetarëve kur vet ky djalë është bërë i suksesshëm nga gazetarët, nga lajmet, nga njerëzit? Pyesni nuk ka- astrologët nëse unë do jem e kupton Nuk ka ironi si e gjë të keqe, pra panevojshme. çfarë ka të keqe që emri yt po lakohet. Unë e kam thënë dhe më përpara, një artist ose një personazh publik duhet të jetë falendërues që këta gazetar me atë rrogë në fund të muajit, po të përmendin emrin sepse kështu të mbajnë në treg. Më kupton? Kjo është gjithë çështja, nuk ka asgjë për Ja ta të rrim në pa folur, kaq. shohim sa sukses do ketë Luizi, po Po, shiko. pra. Ata marr shefen ton Dalinën, ti them lajmin se besoj, ajo nuk e di. jepja Unë nuk e lajmin di se si do ta përballoj. Nuk do e sigurt që do ta kapi zemrën. Dario pati një bif dhe ishte periudha që unë isha në javën e fundit të shtatzanisë. Dalina, jam shumë i mërzitur, më fal që të shqetësoj. Dalin që na ka gjetë. Çka ka ndodhur? Na ka bërë blok Luizi, a mund ta mbyllim programin? Andale? Na ka bërë blok Luizi, a nuk e di? E kemi i shkryti Kostiani për fermën dhe than çash Andale tha ju kanë bërë blok than. No, ka FLM KLM tha. Ka bër blok edhe Andalen. Po. Jo, sepse e di ç'a? Ka bër blok edhe Anabelin, ka bër blok dhe çdo njeri. Edhe Anabelin? Po, dhe që di e ka Anabelin, po. Unë Ai them të paska me ty pra Dalin. Unë them të mbyllemi të O gjithë si Dalina, po kompani. kush problemi i këtij njeriu i Luizit? Se
Ju mërzitët juve? Shumë. Unë them të mbyllim moto fëm tani se nuk ka si më lezet. parë, Nuk ka është lezet më. tani ty unë Instagram dhe mos ta shoh atë postimet që bën ai karrierën këngët që nuk po ecin. Të shikosh lotët tona Odalin do ta besosh. Shika, një blog, unë do t'ju citoj një nga autorët e mi më të famshëm, që quhet Roger. Sepse unë kam daluar së foluri për Luiz Elin. Unë personalisht nuk do flas fare për të, besoj se kam folur shumë kur ishte në Big Brother, si lojtar jo si njeri. Kam folur dhe me atë shumë gjatë. Një herë që fola e keq kuptoj dhe pastaj foli shumë shuftuar. Unë kam vendosur të mos flas më për Luizin. Unë e di që ju më merrni mua dhe duket se unë kam diçka, po unë realisht për Luizin mendoj aq sa mendon, nuk e di, mami im për pemën baobab. Në momentin. Por, më lajmëruan Ema e stafit tuaj që do bëj një telefonat, se ndryshe unë nuk e ngre. Faleminderit. Unë konsultova, pavarësisht gjitha të prokupimit që keni, konsultova me Rogerin. Dhe shiko që tha Rogeri. Unë i thash thjesht Luiz Eli, thash se ai e njeh direkt e skanoi, tha Urrëti i Shqipërisë. Okej. Ka bërë blog. Dhe Rogeri tha, unë kam Roger 5.2-shin, atë me pagesë që ta sqarojmë, që është më i qartë. Tha, nuk ka bërë blog se je ti, tha, apo se është personale. Ai ka bërë blog si strategji mbrojtje. Sepse ai thot shumë e zakonshme thot që mbas Big Brotherit shumë komente me analiza perceptohen si kërcënim për imazhin. Dhe këta kanë një mentalitet echo chamber që do thot dua të rrethohen vetëm nga llogaritë që duar trokasin. Vetëm lëvdata. Nuk pranon kritika. Kanë frikë dhe nga inteligjenca editoriale, që këtu ai mund ta kundërshtojë dhe thotë, kush janë këta inteligjentët. Po nejse, Andale dhe Anabel analizojnë, nuk adhurojnë. Kjo për shumë fitues Big Brotheri. Period. Është stresuese. Bashkëproducente e filmit të tij është një mikesha ime që unë e dua shumë edhe i uroj shumë suksese. Por që i thash dhe asaj nuk do të bëj asgjë për filmin, Anabel, pra shko sa ai ka mbajtur atë qëndrim që ka mbajtur. Nuk e kam bërë kur këtë gjë në praktik, në asnjë media, njerëzit kanë sharë, kanë bërë dhe unë kam vazhduar, por se di e ndjeva që mbas 2 shkrimeve dhe ndoshta edhe bisedave që jam marrë tek Andale, është promovimi mjaftueshëm për filmin. Filmi është shitur, besoj të bëj nami, nuk ka nevojë. Dhe ai do jetoj aty me fansat e tij me të çmendurit e tij, që sido që të jetë filmi, gjithsesi unë dua që të jetë i mirë prej Klaudios, në fakt, por sido që të jetë rastin e tij, nuk do merret vesh kurrë, sepse ato që të shkojnë janë fansat e tij të çmendur, kështu që ai le të jetë i lumtur në fantomin e vet, me njerëzit e vet. Ai Taylor Swifti, doj me fantomat e veta, nuk ka asnjë problem. Edhe ne jepi të vazhdojmë punën tonë, të mos adhurojmë asnjë. Dalina, shumë faleminderit dhe ndjes që të shqetësuam, se do vazhdojmë programin tani. Vazhdoni dhe ju se unë për momentin që duke folur për kohë. Okay, thank you, bye. Pra Ne do vazhdojmë jetën tonë. Mund të themi që Luiz Eli është bërë si Taylor Swifti shqiptar. Po. Gjo, çuna lëm të muhabetin e Luizit tani se mi me lërë, se do vdesim për Luizin. Tani unë kam dalë të bëj pyetjen më të rëndësishme të shekullit. Jo. Në Vox Pop. Ama. A i besoj njerëzit marrëdhënies së Limit me Albën dhe a kishte të drejtë Casey apo jo, e ndjekim. E çfarë nuk ka ndodhur këtë javë në Big Brother VIP Kosova është ribashkuar Alba me Limin. E nga ana tjetër në Big Brother VIP Albania me sa duket ofendimet kanë eskaluar. Casey u përjashtua dhe nga ana tjetër Rogerti shkoi në nominim të përhershëm. Për të gjitha këto ndodhi do ju pyesim ju se çfarë mendoni. Limi me Albën u lidh, Limi u fut, u lidh me Dolçen, u nda nga Dolça u rilidh me Albën. Tani si të duket kjo gjëja në ekran? Po është vetëm Është vetëm për vëmendje mendon? Pra ka dashuri të sinqertë në ekran mes Limit dhe Albës? Nuk ka. Shumë e shëmtuar. Të duken ofendimet që bëhen në televizion. shumë e panevojshme edhe sidomos për një lloj televizioni që e shikojnë fjalët të gjitha moshë. Madje po luajnë edhe me romancat, pra Limi u fut në Big Brother VIP Kosova, u lidh me një vajzë, u nda, u rilidh me një vajzë tjetër, puthje, ofendime. A mendon që bëhet çdo gjë për klikime apo ka dhe gjëra të vërteta aty? Jo, nuk e besoj tjetër asgjë e vërtetë madje. Ndërkohë Casey në Big Brother VIP Albania u përjashtua për ofendime. Pse zgjedhin ta luajnë lojën kështu?
marrin sa më shumë klikime. Vetëm për klikime, asgjë më shumë. Në Big Brother VIP Kosova, Limi u fut, u lidh me Dolçe, ndërkohë kishte pasur një histori me Albën, më pas u nda nga Dolçe dhe u rilidh sërish me Albën. Mendon që ka dashuri mes tyre, lidhje, ndarje, trasti në thonjza? Me thënë drejtën, një show si punë e këtyre që është leku në mes, me thënë dashurit mund të lidhen edhe për një arsye sepse vit pas viti ne kemi parë të këto Big Brotherat që duhet të kesh shift patjetër që njeriu të klikohesh, po. Casey i tha Kristit je femër. Pra, një mashkull i thot një mashkull je femër dhe u përjashtua. Është e papranueshme që të bullëzosh. Ai tjetri ka është tani prandaj jetojmë në demokraci, tjetri ka të drejtën e tij jetë të vendosë për jetën e tij çfarë bën. Edhe është shumë gabim ta bullëzosh tjetër në atë lloj ferme, është toleranca zero për mendimin tim. Debati sipër. Eskalon njeriu në nerva e sipër. Atë kemi atë nervin domethënë. Po normalisht nuk është gjë. Po pse zgjedhin këtë formë loje, mendon? Po nuk e di, ndoshta është karakteri i njeriu. Karakteri i njeriu, pra nuk është për lojë, është thjesht njeriu i tillë. Karakteri i njeriu që për shembull vjen një fazë që ai sado duhet të jetë tregohet se edukativ, si kështu ose nxjerr atë anën e vet të vërtet. Vërtet edhe kjo mendoj se është. Shumë serioz qytetarët këre kishin ndarë mendje që Alba dhe Limi kanë gënjeshtër këto lojrat. Kanë kuptuar, kanë nuhatur Po dhe ata normalisht që kanë nuhatur se gjitha ato drama aty, qarje, lot, ofendime. Mas ka shumë edicione me Big Brother, urrejsh dhe popullit. Vërtet. Pa ta kaluan gjitha fazat e jetës, o burrnjoje, tradhti, lumturi, dashuri gjitha. Pas lotëve të Albës, unë them të kemi ca lot pozitiv të qeshim me rubrikën e Fatosit. Mos më vë shumë presion se nuk ju nuk na premton gjë. Nuk do qeshim, do të bakën të qeshim publiku pa ne. Ika. A i dini sa me fat jemi ne shqiptarët more? Dhe jo, nuk po flas as për kombëtarin e futbollit, as për Invamulën, por për Drekun i cili ka postuar një foto me simbolin ton kombëtar. Në fakt, kjo nuk është hera e parë që Dreku e bën këtë gjë. Në klipin e tij të fundit ai ka dalë me një xhaket me simbolin ton kombëtar dhe të gjithë po pyesin çfarë lidh Drekun me Shqipërinë. Dhe unë kam gjetë përgjigjen. Dreku ka rënë në dashuri me Xuliana Nurën. Po. Çifti më i ri showbizit ndërkombëtar. Ku janë njohur do thoni ju? Te ditëlindja e Benzemas, pasi Xhuli i preu tortën dhe Buskuqi lëvizi pak, ajo shkoi ta rregullonte në tualet dhe aty haset papritur me Drake, i cili i thot: "Xhuli, do you love me? Are you riding?" Gjithçysh bregësh a boni ride me ty? U kthye Xhuli dhe aty historia pastaj vazhdoi. Thuhet që Xhuli i ka dhënë dhe pitet e saj të famshme të cilat mbahet. Dhe për këtë gjë unë dua ta falenderoj publikisht që Xhuli lidh këto ura ndërkombëtare dhe Shqipëria njihet kudo, madje edhe nga Dreku. Po një tjetër arritje kombëtare është fakti që BBVK-ja ka arritur 6 bilion views dhe kjo fal Xhulit të banorëve. Videot janë përhapur kudo në rrjet, saqë ne kemi bërë play 100 herë, tham ku është ky Xhul më vlla. Dhe gjithashtu Alba me Limin kanë kontribuar për këtë fakt. E keni parë çfarë bëri Alba Limit, ja mori frymën, nuk e di më thënë sa në tush, sa në krevat. Moj Alba, kam frikë se do ngelesh në derë të tatë. Qa shohin të ky Limi? Dolçe nga ana tjetër çan, këtë i duke kënduar. Ky Limi as nuk ka bërë ndonjë magji se s'është as nga fieri. Por në fakt kur e mendon thellë, ai s'ka nevojë për magji sa prapa skenës të ketë atë. Autoren bollywoodiane Olsa Mohamedi që pikën e saj më të fortë ka romancën. Në fakt romanca dhe te bigu jon këtu në Shqipëri ka plas sheshit, puthjen buz, ndej dhe ja, s'është Birkena dhe Mateo. Janë dy gunata, Selin dhe Greta, të cilat në fakt nuk flasin me njëra tjetrën, thjesht puthen, as nuk kanë strategji, po thjesht puthen. Jam kurioz çfarë do thoshte Monika Kryemadhi për këta të dyja. E di çfarë do thoshte. Prandaj quhen kunata. Sepse puthe në buzë si pata. Me Monika që s'ndryshove kur me këto thënjet e tua popullore. Një bisedë që po dëgjoja kështu kalimthi ishte Miri që po i thoshte Gimbos për Instagramin. Tha, mjafton të kesh një kë, tha ke mbaru punë. Unë një kë e kam, tha Gimbo. Gimbo në fakt, a e kuptove që po flisit për Instagram apo s'ka gjë? Një këshill për Mirin. Miri, mos u shqetëso për këtë e Instagramit të Gimbos. Shqetëso që Gimbo dhe Selin po rrin shumë afër me njëri tjetrin këto ka. Çka ke? Hajde, shpejt tani. Moj si ndërpret një personalitet ti moj, a keti një gjë më të rëndësishme për të thënë se unë? Juve vetëm Mimoza Ameti ju vjen në hak. Se normal, e ndërpreu Nevina, duhet të kuptosh, mos në lëre të flas, çfarë moderatorësh jeni kështu?
Merr shembull nga Alketa Vejsiu. E mbylli episodin e fundit të X Factor duke eliminuar njërin fëmijë. Do thoni ju çfarë të keq që ka. Okej, eliminoi, po fëmia i shkretja plastit qarës dhe Alketa e mbylli direkt. Eliminohet përfundimisht nga X Factor Kids Artemisa. Po çfarë patë kjo që qau? Nëse unë bëj fustin natën e mirë, Vera të dua në qaj kjo Vera. Dashuria e jetës, mbyllet transmetimin. Mua! Mua! E ftuara jonë sot është e ftuara e parë e cila ka ardhur me ëmbëlsira, nuk ka ndodhur kurrë më parë. E vërtet Misi na ka ëmbëlsuar ne se na e ka marrë kalë nga brenda. Po dhe vetë është e ëmbël ajo. Është shumë e ëmbël, por përveç se e ëmbël, kur thua fjalën influencer, emri i parë që të vjen në Shqipëri është Keshli! Mirë se erdhe në What the Fuck, Keshli. Shumë kënaqësi. Si shkoi rruga një herë nga jeta cilësore në jetën e Tiranës? Nga deti në det, se këtu. Rrugës Për ke ju vinte ujë me presion. Po ka shumë të kanë folë për ne që jemi ngacmues sa dohet na ëmbëlsoje si është muhabeti Po i si diet ëmbëlsirave. asnjëherë ti. Më mirë ti dalim përpara me Ruheni sheqer. keq se nga lira xhixha. Se specin e sigurt që e kemi të gjithë. E kemi gjithë kemi Si speci. ky speci vallaj kaq madh, as ne Sa që kemi ishte më i pasur. madhi deri tani. Më i madh. Të vë dorë në Më i madhi zjarr. është Ndoshta më i madhi. pyetje do jenë shumë më të vështira, kështu që mbetet për të parë deri Hajde atë. na dal për. Keshli ti një influencer dhe unë fakt dua ta lidh paksa me një tjetër influencer, Sara Berisha para pak kohësh deklaroi Me që dursakën time. Po, dursakja jote deklaroi që influencerët nuk është se kanë për detyrë që të flasin për problemet sociale, politike, kulturore të vendit ku jetojnë. Ti si e mendon këtë deklaratë? Mbase për detyrë nuk e ka asnjëri, sepse gjithë secili në platformën e vet është shumë i lirë të shprehë çfarë mendon, po për sa kohë ne jetojmë këtu edhe rrethohemi nga ky komunitet, mendoj se është e nevojshme të flasim për kauza të tilla ose për probleme të ndryshme sociale, sepse komuniteti jon këtë gjë do. Domethënë do që ne personazhet që na ngriti deri më një farë pike të bëjmë zëri i tyre. A e bëjnë të gjitha apo jo është zgjedhje personale, po unë do e bëja gjithmonë edhe do vazhdoj ta bëj e bën shumë gjithmonë. shpesh në platformën tënde. Pa e gjykon ato që se bëjnë apo thua zgjedhja? Absolutisht jo, është zgjedhje personale dhe kush jam unë të të gjykoj. Ti e veshur shumë bukur një herë sot, më lejo të ta them. Ke ndonjë çanta, këpucët, bijuterit, kush është më e rëndësishëm për ty në veshje? Unë fiksimin tim e kam këtë çantat, besoj e kanë marrë vesh të gjithë. Ato Hermesat, ato. Do të kalojmë tek Hermes. Po unë i dashuroj çantat, mendoj se janë një aksesor që nuk vdes kurrë, pra ti mund të trashëgosh ato, kanë një farë personalitet sepse gjatë kohës që ti i mban veshur, ato edhe lëkura fillon vjetërsohet, merr atë ngjyrën Si Vera, sa më shumë kohë kalon bën më mirë. Plus ka disa çanta që nesër pas nesër nëse do të rishesësh, i rishet edhe Është çmimi i investim del. shumë mirë. Ose sa i ke bler shumë vite përpara ose mund dali më i lartë. Janë për çanta si shtëpi. Po, e vërtet, unë kam një shqetësim, se unë kam vënë re, shumë influencer kanë filluar që produktet e luksit po i reklamojnë tashmë shumë. Por kam vënë re që disa prej tyre janë akuzuar se mund të jenë fake, sidomos këto çantat Hermes që vlerat e tyre arrin në shifra maramëndse, 10.000, 20.000 euro shifra. më lart. Nuk është çudi, në kohët e sotme ka një dyndje të tregut me prodhime fake dhe njerëzit vdesin ta lidhin imazhin me gjërat e luksit, po mendoj se nuk funksionon në afatgjat, sepse këto produkte bizneset që i kanë arritur deri në këtë pikë që të kenë çmime të tilla në treg, kanë bërë marketingun ndër vite, kualitetin, kanë një histori, pra njerëzit nuk është se blejnë vetëm produktin. Blejnë edhe emrin. Blejnë edhe historinë që kanë mbrapa, të lidhjen, siç janë çunat apasionuar pas makinave, që thot, unë dua këtë makinën sepse jam lidhur, ka këtë historinë, është filan motor, ecën kaq, ka kaq kuaj fuqi, ashtu është edhe për ne femrat pjesa e çantave. Ka në Shqipëri influencera të tilla që reklamojnë gjëra fake? Duke shitur si është Ti me syrin tënd. Është Origjinale? vështirë tani ti spikasësh sepse teknologjia AI-ja, editimi fotove është bërë i vështirë, po që edhe mund të ketë, nuk është mund çudi. ketë. Ka Ka do të jetë komunikimi s'ka. korrekte. Tani, meqense Artemisa e preku pak që ka vajza të cilat i reklamojnë dhe bëjnë reklamime të ndryshme. Puna e një influenceri, a është për të gjithë, pra çdo kush mund të bëhet influencer? Apo ka disa Influencer kritere, lëku le unë të mendoj themi. se vjen nga populli, pra njerëzit lidhen me figurën tënde, të duan për atë çfarë ti shpërndan, kauzat që mbron,
stilin e jetesës dhe influencer lëku fillon rritet avash avash në rastet kur ti do të dalësh si një freelancer ose siç është bërë random kohët e sotme, personazhet e Big Brother. Tu do të dilja. Dole fiks në tesh. Çfarë mendon për këto influencerat të cilat ose ndoshta nuk janë fare më përpara Bikut, po futen me pak followersa dhe shfrytëzojnë Bikun dhe shndrojnë pas Bikut. Po mirë, ato hyn me pak followers, po në televizionet ku dalin me një audiencë shumë të madhe. Pra, në moment që ajo është live, mund ta ndjekin 100.000 banor në për shtëpiat e tyre. Pra, është direkte si unë që kam vite që punoj. Mendoj se Big Brother është një mundësi shumë e mirë për të bërë një influencer, por i gjithë sekreti është sa mirë do e menaxhosh jetën jashtë. Pra nëse njerëzit lidhen me imazhin tënd 3 muaj aty sepse prodhohet content pafund dhe shohin mënyrën e jetesës brenda kubit të Big Brother, jashtë duhet ta bësh të gjithë punën vet. Kush mendon që ka qenë e suksesshme, pra nga vajzat që kanë hyrë në Big Brother dhe më pas kanë zgjedhur të jenë influencer? Po, atë ka treguar koha, për shembull vajzat që vazhdojnë i rezistojnë tregut, Angel Shkira, Sara Berisha, që dolën nga Bigu dhe janë vazhdo Majori Delli. Ka plot. Po këtë vit. Po ti do doje të futesh në Big për të rritur influencën si e the? Ajo është Po se unë kam platformën time, tashmë. unë kam ata 130.000 njerëz që më ndjekin, fluksi që vjen nga njerëzit që nuk më ndjekin po i del video, kështu që unë nuk mendoj se Je mirë domethënë. Bëj atë fazën. Okej. Ato 3 muaj i ha me fëmijët në Kishli, shtëpi. po nga Big Brotheri që është ongoing, që është tani, kush mendon që nga vajzat mund të ketë premisë ose mund të shndrohet në një influencer? Nga Big Brother që është tashi, personazhet që janë sa më real, unë mendoj se një influencer e mirë do dali Selin, Greta. Selin e njoh dhe përpara, kështu që e di që është shumë aktive në jetën e vet dhe besoj se do e mbajë ritmin e vet. Nuk mendon që kanë si synim të jenë base moderatore dhe jo kanë thënë ato, në influencer? Po, të gjithë që dalin nga Bigu kështu e nisin, domethënë synojnë influencer, Marrin pastaj emision duan në emision. Pastaj përfundojnë prapë Influencer, nuk e di, duhet ta ndajnë me të vetëm, po unë mendoj që të dy janë shumë të mirë për sa kohë bëjnë lek. Po, Bën lek, ë? Po, Brikena dhe Mateo si çift në syrin tënd do shisnin, për shembull, Brikena influencer e Mateo trajner. Mua nuk më duken shumë si çift, sepse nuk i pëlqej këto çiftet që më la. E kanë me ndërmendje. Që e kanë Pra me ti do ndërmendje. direkt të vendosur. Se zemra o ta bën bardhë. Shumë mbas 4 vitesh prit se mu ngjall një emocion i vogël. S'u ngro fare. Varë. Ndërkohë, meqenëse do përmend pak këto punët e zemrës, e më thet thash. Tani ti ke një raport shumë të ngurtë dhe shumë cute në rrjetet sociale me bashkëshortin tënd. Shkojmë në sim një bar një zi. Apo nuk E ishte. zgjodhe vet. Unë doja të të pyesja pak, do ke qenë se Unë bëj shumë humor me Autoironi. A mërzitet ai kur ti bën shpesh këtë humorin fare? Fare. Bravo i qoft. Bile ka Po raste të kështu mërzitet ku do vej. Po ne lëmsh në shtëpi, më semra se i zia mund. Më fal. A mërzitet ai ndonjëherë për ndonjë postim provokuese? Ti ke dhe super trup të mund ta themi tani të ka thënë ndonjëherë jo për shkakun këtë mos e post. Jo, nuk mendoj se ka pasur ndonjë rast që ai të më thoshte jo, pavarësisht se unë i di limitet edhe deri ku shkoj me imazhin tim. Të vetëm moment që ne këshillojmë për pjesë postimesh është kur dalin fëmijët. Pra vetëm moment që aty. ne ndaj me njëri Po. tjetrin që si mendon, si të duket. E Për të kuptueshme, tjerë, po. është shumë i lumtur dhe shumë krenar për çka kam arrit dhe thotë që se ke arrit deri këtu me mendjen tënde vazhdo. Merr përqindje Egri për postimet ku del ai. Rregulloj me Klerin. E kemi parë sa i lumtur. Ka Po buzëqeshje çarkulloj vetë lekë më. të lëshojmë fatura. Ej, po dukeni si ai çifti perfekt. A ka ndonjë moment për shembull që debatoni, se thuhet që gjithë çiftet Po debatojnë. edhe debatojmë. Për çfarë, Momentet për që shembull? debatojmë ne janë për këto mos koordinimi i punëve me njëri tjetrin, se dalin dhe fëmijët në skenë dhe xhirimet e mia e këto, sepse Egri është shumë i matur, shumë i terezishëm në punën që bën, ndërsa unë jam hyperactive. Do të dua gjithë punën me buton, pse s'është bërë kjo, kur do bëhet kjo, ja se kështu i lë të gjërat për gjys. Ndërkohë ai ka fletorën e vet që çakon detyrën e është me organizuar. Pikë presje. Bëra sakt, mirë pafshim nuk i kthem më. A je xheloze Kishli për Egrin?
Po s'besoj se ka ngel xhelozi se ne na njohim gjitha, kuptoni jemi kështu. Jeni bashkë, Jemi gjithë çast kohës bashkë, ne punojmë bashkë, kështu që nuk është se ngel shumë për Po, xhelozi. po mund të ketë për shembull nga ato femra që nuk e Ja kanë herë dhe problem. një sy për shembull. Kupton? O, ka nga Kemi ato që pa raste. i pëlqen më shumë kur është i Martuar martuar, se sa kupton? beqar. Deri tani s'digjen në një juaj. Nuk e vëtë. Kishli tani do të bëjmë një lojë dhe do të vë përballë emrave të disa prej influencerave më të njohur në Shqipëri dhe dua që ti të zgjedhësh kë pëlqen më shumë mes tyre. Dhe në fund do triumfoj vetëm njëra Nesër ose kukull njëri. vudun. Po, jo, atë që do zgjedhësh edhe kemi sjell këtu. Duhet që të jesh shumë e drejtë për drejtë dhe të më thuash troç mendimin Se deri tënd. tani kam treguar që s'jam drejt për drejt. Jo, pra, duhet të vazhdosh. Good. Mirë, okay. Very good. Personazhet e parë janë Hati apo Jori Delli. Jori Delli. Hati s'të pëlqen? Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj çfarë po bën. Domethënë ku do dali me gjithë zhurmën. Sepse mendoj se ai ka bërë disa zgjedhje të gabuara në rrugtimin e saj. Cila ka qenë Jashari ka qenë një zgjedhje e gabuar. Jo, Jashari ne kemi shumë gjanë, ne kemi shumë. Cila është një me zgjedhje? ditë me mua, kështu që mos e shan bërtjapët. Okej. Cila është një zgjedhje e gabuar që ka bërë Hati? Mendoj ky luks i shfrenuar unë nuk do doja që ta ushqej aq shumë. E reklamon më shumë. Mos ta se promovonte. ç'do Se audienca që ajo ka, domethënë mosha e vogël, nuk do doja që ta ushqeja në të gjërat sipërfaqësore. E kuptoj. Të makina luksi, shpejtësia, Kështu që Hati be humble. po. Jori Delli apo Sherina Spahiu? Jori Delli? Jori Delli apo Angelina Kotori? Anxhi mëse kam shoqe. Anxhi apo Sara Berisha? Zgjedhje vështirë Këto tani. ngushtojnë E mbajmë të dyja. Bëjmë Jo, kështu jo, Anxhi një, sa një. Berisha po? Banori vetëm, një, nëse lojësh, një. Mbajmë Anxhin se kemi Okej, prapë më shumë Anxhi. shoqe. Anxhi apo Rizarta Hoxha? Anxhi prap. Kjo është dyshë shumë e fortë tani Po, përgatitur. po, po. Unë nuk jam gati për këtë përgjigje. Anxhi apo Estela Ujka? Anxhi. Akoma më e Deri fortë. në fund me Anxhi, mos Akoma më e fortë. Anxhi apo Dario Doka? Anxhi, jo, Anxhi. Çka ka Dario? Çka ka ndodhur me në Me një vit, Estelën, me ose me Darion. Estelën ose me Mban ende mëri? Asgjë. Me Darën po. Me Darën pati një bif kështu kot nga hiçi me mua. Dhe ishte periudha që unë isha në javën e fundit të shtatzanisë. Hormonet ishin Ishte absolutisht pa nevojshme që ai të ma bënte mua këtë për të fituar klikime vetë. Se Po me Pa ishte për bif vëmendje. i njanshëm. Po me Estelën? Me stilin s'kam nej kaq. S'ke pëlqim. S'kam pëlqim. Po ndonjë personazh të famshëm a ke se ne jemi në botën e showbizit, bëhemi follow, unfollow, block. Atë ka bërë ndonjëri block? Ore blok ka shumë që dhe na bëjnë edhe Se i ne marrin sot morëm vesh që na marrin bëri vesh. Luizi, Ne na për ka bërë shembull. blok Luizi, sot e marrëm Po vesh. mbase na ka bërë edhe në tjerëve. Në vërtet? Më fal, të ka bërë blok Luizi apo? Po mbase mund ta verifikojmë, s'e di. Verifikoje Le ta një herë. verifikojmë, Verifikoje një Po ju herë. pse u bëri blok? Po nuk e di E ne. histori e gjatë jona. We go back. gjatë Ne ka është, po. thellët. Edhe për blok s'ishte, a kupton? Po. Është Vendim shumë e komplikuar. Se di mua më dalin vetëm këto accountet kur Ah, s'të kërkoj. del Luizi. Luiz Delli pas ka bërë blok Keshlit. E pa që ka dita sot e pas kemi Çka vitu. dita O Luiz mor burr qa ke, more? Po qa ke? Tani ne mbaruam me lojën e personazheve, do të kalojmë në një lojë Speci? tjetër. Jo, Akoma nuk jemi aty. Fund. Do të ta jam me shumë kënaqësi kur të jemi të Okej. speci. Atëre, loja e parë, ose më saktë pyetja e parë. A ke reklamuar një produkt që më përpara nuk e ke provuar? Jo. Dhe ju siguroj që produktet kur vinë kalojnë një fazë 3-4 javore në shtëpinë time se sigurojmë që të provojnë të gjithë. Sepse individët ndryshojnë nga njëri tjetri, kështu që lëkura ime nuk është e njëjtë me tënden, E vërtet. skalpi gjithashtu, shijet janë të ndryshme të gjitha, kështu që mundohem që të gjej një domethënë nëse shumica e shtëpisë e pëlqen, atëherë jemi in. në Patjetër. collab. A ke bler followersa ose views në fillimet e E tua? larg qoftë. Qysha, luj për evendin më. Po ka qenë Unë ku keq të në bëj fillim. kjo ta bëj? As je të nduar kur të drejtë. Jo. Në fillim me flasim jo tani. Jo. Okej, Se kur ka qenë keq në fillimet e veta, ka qenë dhe Instagramin fillimet e veta. Të Mi, kuptoj. okay, Ja, ka do një të bash. ka njerëz që të Po që ndohen. gjithsesi edhe në kohën që isha në fillimet e mia, kisha mjaftueshëm followers sa në krahasim me Me të çfarë tjerët. mund të ketë të tjerë. Okej. A ke bërë ndonjëherë sken xhelozie në publik? edhe mund të kem bërë më në rini. Erdhi Po koha çfarë për që shembull, të ta flasim rregulloj për unë në atë. shtëpi Di apo? tani kam shumë kohë pa u bërë xheloze për burrin, Kjo që i kam Renati. harruar këto huqe. Larg këtyre huqeve të këqija.
A ke fshirë ndonjëherë në një postim sepse ke marrë shumë komente negative ose Ja. reagime negative? Mund të kem fshi komentet, po postimin Po jo. postimin Kam shumë besim ke vetë. Jeni ju gabim jo unë. Patjetër. A ke refuzuar një bashkëpunim sepse të kanë ofruar një shumë qesharake? Kam refuzuar bashkëpunime për shumë arsye. Po na thuaj disa prej tyre. Po ka pas raste që produkti nuk ishte cilësinë e duhur, nuk më pëlqente komunikimi i personit që më solli produktin me mua, se them kur komunikon keq me mua, imagjino me Me audiencën pa. time që do Okej. do hedhin lekët ke ai produkt. Na dilte shumë o gru tash. Një shumë domethënë të vogël që kur ta kanë thënë ke thënë seriozisht. Korrieri ka punuar 12 orë tash na. Po mendoj se shumë më e madhe që kam fituar nga bizneset është të bërit familje. Unë jam bërë familje. Okej, me se do biznese. kalojmë. Po ta Okej. lëm Unë deri jam tani, thënë po ta vlera. pranojmë të Tashmë përgjigje deri vlerat janë tani. kështu publike. Po, Ja, ta është e pranoj. njëjta vlerë. Kostiani tani ka një detyrë shumë të rëndësishme për të nxjerrë një pajisje e cila do na duhet për lojën e radhës. Në pajisje Elektronike avancuar, është thjesht butoni kuq. është bazeri. Unë do të bëj pyetjen, Okej. përgjigja e parë që të vjen ndërmend do shtypesh bazerin dhe do ta thuash. Okej. Pyetja e parë. Fobia më e madhe në jetë është? Ngel pa lek. Je kështu e fiksuar pas lekut? Jo, unë jam britjap. Okay. Edhe ne britjapët jemi shumë hardworking, edhe hardworking tonë Po, i shijoni përkthejmë parat që Po. fitoni. Reagimi i parë pasi ka marrë një mesazh kërcënues. Por e din ta kush jam unë. Shtype fort atë. Okej. Fjala që përdor më shpesh kur je me nerva në timon. Unë përdor fjali faktikisht, Okej. e them asi s'më gjetën një post drejtuese ja tregoj unë këtyre. Që ke shumë e edukuar, unë Për them. zotin. Po jo se sa më shumë trish në trafik, aq më shumë pip dalin, kështu që unë kam kaluar në fazën më jep një post drejtuese gjimnastik mëngjesi që të gjithëve këtyre që nuk respektojnë rregullat. Kam debatuar me një sponsor sepse S'kam debatuar. nuk e bër Thjesht ke kurrë. refuzuar. Okej. Një veprim që të acaron më shumë te egri burri. Që është më slow se unë në Më proces. ngadal. Koha më e gjatë që ke nejt pa fol me burrin. 24 orë. Shumë pak. Shumë pak. Një kompleks që ke tek vetja. Kompleks që kam ke vetja. E vështirë kjo pyetje. Vedesimi 100%. Ma dha ju. Dhe kush është goca e mamit? Goca mamit është të dyja. Të dyja ja ke marrë. Do me thënë dy Asnjëra pa- goca dhe asnjëra s'është e babit? Po ato të gjitha aktivitetet i duan me mamin. Se kanë kuptuar akoma që kur lindu unë ta kërthiza. E bëj laston më shumë Tani, ti më duket. keshli erdhi momenti i specit, kaliente. Zgjidh një, pa sa bukur. Nuk e lë shans drejt. Për çfarë po le? Po jam dami me vetë po të dua. Po se ka Ftuara shumë pak. Më mirë akoma. Më Ti mirë ti pa akoma. përdor gjëna A i ha djekësit keshli? Jo se as specin fare. Okej, do na përgjigjet pra. Ja, përgjigje. Thuaj sot emrin e një influencer që meriton më shumë dhe një influencer që duhet të hiqet platforma që ka. Atëherë, unë mendoj që influencerët e TikTokut duhet të meritojnë të gjitha më shumë. Ka shumë vajza kreative aty që duhet të marrin vëmendjen që meritojnë, ndërsa një personazh që duhet të hiqet patjetër platforma, Suad. Po shuajt influencer, Po, nuk ajo, shuajt, të ajo. lutem. Sa ofendon të tjerat po quajt ato. Pa shu e quajnë ato. Pa Të ja, gjitha. ja. e vetë Po, shumë. Në një nga këto emra që të thash shumë këtu. E din vetaj, ku do i hiqet. E din vetë ai ku Ai do mos i kush është atë zan. Ai Dario Doka. Keshli kërcënon Dario Jo, Dogën. unë nuk mbaj mëri, po thjesht fakti që ka qenë një moment shumë i vështirë i javës time të fundit shtatzan. Dhe ai as nuk të kurseu fare. Fare, unë i çova një mesazh shumë të ndjerë dhe të lutëm, i thash, ose e ndjekim në rrugë ligjore, se pse duhet të bëjmë skena në Instagram, por unë nuk kam asnjë shqetësim nga ty dhe ti thjesht pap Pa. një shqetësim Dhe tënd. çfarë përgjigje të ktheu Dario? Nuk e mbaj mend fare, fshiva nga truri, Okej. fshiva si Okej. personazh, po me që ishte nga lista, ti duhet Okej. ishte platformë për mua. Dhe kalojmë U tek përgjigj. pyetja e dytë. Na trego sot një histori të vërtetë që ti di për influencerat shqiptar ose has pecin. Ka një gjë Pra, që çfarë mund të ketë flitet, që ndodhur? ti Po që nuk pa thuhet përmend me emra, zemër. thjesht Po. ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Shumë e rëndë është që di që ka influencer që kanë bashkëpunuar me biznese dhe nuk kanë dhënë feedbackun që prisnin. Pra,
Pra Hiqen sikur janë shumë Sigur janë shumë high, po në të vërtet lart. janë shumë low. Statistikat nuk i Mashtrojnë kanë me aq. numrat. Po. Okej. Po kështu që kanë blejnë zakonisht? Po dhe për bler blejnë. Blej? Sa shkilja e followersave? Ka lloj si cup, platformash, ka njerëz që ofrojnë shërbime në Shqipëri, ka varietete. Ka individ që rrisin Instagramin deri me një farë pike pastaj e shesin. Ka disa mënyra se Lloj histori me motor. Duhet të bëjmë një leksion bashkë ishim për këtë. Po s'ke që do të këtë. Do të pyes Si se duam pak ne, më si vonë bler për followersa? strategjinë që ndjek. Na tregosh shumë më të madhe që ke marrë për një bashkëpunim ose Aspecin. E shikon thashë do Tani më kthehemi te duket kjo se- pyetja. Tashi, unë kam të njëjtin çmim për shërbime të njëjta, kështu që Me unë nuk sa kam shumë të zero? mëdha. S'ka zero, Po s'ka, di të thuaj them që shumë. kam bashkëpunime shumë afatgjata që po ti mbledhësh pagesat mujore, shkojnë goxha, kështu që I kalojnë 10.000. Po 10.000 10.000 i kalojnë, se bashkëpunime- mujo. Po mirë, 60.000, 60.000 e kalojnë apo jo? në vit Bashkëpunimet e fatgjata, Po, 6 në muaj vit, një po. vit se di sa. edhe mund Edhe të i kapin. kalon. Varet nga, domethënë e gjitha varet nga fluksi sa content duhet. Okej. Po nuk është kurrë fikse se ne nuk Okej. na japin lekët, o je shumë e bukur, merri këto lekët Po, dhe Po, duhet të punoni për Kishli, lekët. Cila është gjëja më e shtrenjtë që ti ke? Që zotëron në garderobën tënde mbase. Po, çantat i kanë marrë vesh gjithë. A le të flasim pak Çanta për tjetër? çanta. Nuk është për shembull Unaza se e shoh që shkëlqen shumë. Ajo më jo. bëri dhe mua për Jo, shtypje. nuk është Tani sa Unaza. çanta Ja. ke ti kishli? Unë kam një koleksion çantash, shumë të bukur, shumë të dashur. Të gjitha çantat janë të ndryshme, me ngjyra, mundësisht. Me rri pak kështu? Cila Po është që e nuk i lira? kam Se numëruar se shtrenjtën ndos- paksohen. Ja. Po kush është më e lira dhe kush E është pra, më e shtrenjtë? me e lira, se ndoshta të shtrenjtës na e Po thua. më e lira është ke 200 euro? Okej. s'ka Mirë, është shumë. okay, okay. Nuk kam, nuk është se bëj, nuk është se kam pretendime Po, që o dua herë me okej, Sofi. Shli, unë e di çfarë Me thonë unë bëra? dashuroj me stilin e çantës. Unë u futa në Instagramin tënd dhe po shikoja garderobën tënde mbrapa dhe po i numëroja ato çka kisha aty dhe me thënë të drejtën me një llogari kështu fap shpejt e shpejt që bëra unë, ato mund shkonin dhe te 200, 100, 200. Jo, nuk Mi? shkojnë Të aq gjitha shumë. bashkë. Të gjitha bashkë. Se ka çanta që unë i kam marrë si kjo që kam sot, për shkakun që është diku aty, që i kam marrë në resale market. Po janë të shtrenjtë në resale. Jo, Di unë. versionet që un kam të Louis Vuittonve për shkakun janë collectible, Okej. po që me çmimet që janë çantat e reja sot janë pak më të lira. Rash mua bete garçula ti kemi. Na falni. Po bëni pastaj çantave. Prisë për Gjithsesi, herë me dua sa të t'ju jam jap një investuar. informacion që trendi i këtij viti nuk janë dizajnerat e shtrenjtë, por brendet autoktone të vendeve. Pra Të njerëzit thash? duan të Më hedhin the, lek më më shumë në the. brende origjinale made in Albania. Po, prandaj dhe Fatosi Të ka investojnë filluar në të gjëra përdori kreative. si çantë shalqiun nga Lusha. Ja vëni rrit. Nëse më pyet mas se kam gjetë akoma, ça çante, po ça kemi. Ndonjë projekt të ri që mund të kemi së shpejti, çfarë Projekt mund të ri, të na kemi thuash disa diçka? platforma shumë të lezetshme që do dalin në treg. Një prej tyre është një platformë ku do mbledhi të gjitha brandet made in Albania. Okej. Sepse pash që okay, nuk mund të ndihmoj dot të gjithë specifikisht me reklama. Kështu që thash do bëj një platformë. web? Është po, është një platform ku njerëzit mund të hyjnë edhe të shohin nga të gjitha fushat, pra që nga lifestyle, fitness, leather goods, home decor, të gjitha këto made in Albania do të jenë në një platformë. Dashuria dhe prekja magjike që jep gjithë secili projektit të vet, sa do ta kopjojnë të tjerët, nuk e arrin atë vibe. Kështu që Super. unë dua të jap më të mirën, edhe faleminderit që ma Shumë kishit. faleminderit. Fotos direkt me mbërzon, se son nga Specin. Tani, Specin do ta Big Brother që sa falenderuar. përgjigje. Është falenderuar që ti se hëngre Ne spejt. po të gjejmë njerëz që të hanë Specin. Shumë faleminderit që ishte në pjesën më të fës. Ne tani jemi gati për të ngrënë këto, ndërkohë që ne bashkë do shihemi të hënën në live-in e orës 5:30. Kemi shumë për të folur, kemi shumë, besoni. Deri atëherë mirupafshim. Bye. Hajde mirë në një tani. Unë me dietë. Andale!